Pakënaqësia është e madhe edhe tek Olanda me atë që shfaqin në fushën e Blert. Nuk e di nëse ndoqë këtë ndeshje ishte mes natës në orën 3. Kishte shumë dëshirë tek tulipanët, megjithatë Maroku shkaktoi surprizën e madhe. Si do ta komentoje këtë zhgënjim të Olandës? Ndoqë për mua ishte një, do të thosha kisha një bindje që ndoshta Olanda kalonte, edhe pse Maroku për mua është një skuadër jashtëzakonisht shumë e mirë, është një skuadër që ka cilësi, ka dëshirë dhe në të gjitha aspektet e lojës është prezente në pjesën më të mirë, pra në të dy fazat e lojës është gjatë gjithë kohës në ekuilibër dhe ka treguar kohët e fundit që është një skuadër për të mundur. Realisht Olanda ka bëri mirë në atë fazën eliminatore dhe prisja diçka më tepër të them të drejtën, por Maroku e dominoi në pjesën e fundit, mendoj që ishte një ndeshje deri diku e barabartë deri minutën 70-75, pastaj ishte pjesa tjetër e lojës dhe si shtesat ishin për mendimin tim dominante nga pjesa e Marokut. Më shumë Olanda u mundua që të mbronte një rezultat, duke qenë gjithkohës në ekuilibër, duke mos lejuar hapësira kundërshtarit pra Marokut dhe duke kërkuar tek këtu me ndonjë kundërsulm të mundshëm për të dalë në sulm. Gjë që e bënte Holandën, mendoj në fushën e lojës pak më të vogël se Maroku në këtë ndeshje dhe pa diskutim që e mendoj që mund të jetë edhe kjo një surprizë, por në ndryshim nga pjesa e Gjermanisë, Olanda tregoi karakter, tregoi dëshirë për ta fituar, ne qenë pa diskutim edhe pse në metoda të ndryshme dhe në mënyrë ndryshe nga Maroku, po pjesërisht ishte një skuadër që dëshirën e kishte dhe mendoj që u eliminuan nga penaltit në bazë se penaltia kur vjen momentin që vjen penaltia atëherë do dhe një çik fat, jo vetëm bravur tek kjo pjesë, pra do dhe qetësi pa diskutim. Ana psikologjike e lojtarit. Ka ndodhur shpesh në kompeticionet e fundit si europian dhe botëror që të eliminohen nga penaltit. Kjo është pika e dobët e holandezëve? Çfarë nuk funksionon në këtë moment kaq krucial? Mendoj që penaltia përveç se pjesës që është pjesa e fatit pa diskutim është vetë cilësi, por për t'ia uequr pjesën e cilësit, sepse normalisht lojtarët holandezë edhe shkolla holandeze është një shkollë që e përgatit jashtëzakonisht shumë mirë individin, pra lojtari individualisht në aspektin teknik dhe pa diskutim që kjo gjë lojtarëve të Holandës nuk i mungon absolutisht. Mendoj që pak më shumë personalitet ndoshta do të kishin treguar dhe pa diskutim që ndoshta diçka tjetër mund të menin, por siç e theksova është penaltia është fat pa diskutim dhe normalisht i ka munguar mendoj Holandës në të gjithë këto kohë të fundit. Se unë besoj nëse e gjuan mirë penaltin e shnon, më të vështirë ka portieri ta presi se futbollisti ta humbasi. Po, pikërisht nuk diskutohet ajo pjesë, po unë vendosa pjesën e fatit sepse nuk është vetëm njerë, duke marrë parasysh dhe duke ditur mënyrën se si rriten futbollistat në Holland, pra shkollën holandeze, që është një shkollë që stërvit individin, pra theksoj edhe një tjetër, pra është shumë e mirë në stërvitshmërinë ose në krijimin e një lojtari individualisht, si në aspektin teknik dhe në aspektin taktik, se po ti shikosh individualisht lojtarët holandezë janë lojtarë jashtëzakonisht shumë mirë. Gjatë gjithë mendoj unë kësaj kohe që unë merrem me futboll dhe njoh futbollin të paktën mendoj dhe më parë, jo vetëm tani, sepse po ti marrësh edhe më parë Holanda ka pasur lojtarë jashtëzakonisht shumë, pra grup akoma dhe më të mirë se sa ky. E vetmja gjë që i ka kushtuar mendoj ka qenë grupi. Holanda nuk është bërë ndonjëherë një grup, një skuadër grupi, pra kolektiv. Dhe normalisht është bazuar tek individët dhe tek loja individuale dhe tashmë besoj që është prapë e njëjta gjë, nuk diskutohet jo me lojtarë si cilësitë e lojtarëve të mëparshëm, siç ka qenë Rijkaard, Gullit, e shok me fjalët se Rijkaard ka pasur pra shumë lojtarë të tjerë që ka pasur, pra nuk është më ajo Holland, por prapë individualisht lojtarët janë jashtëzakonisht, teknikisht janë jashtëzakonisht shumë mirë. Kështu që mendoj që andaj dhe unë ja hodha më shumë pjesës së fatit, jo bravurës ose asaj që mund të themi pjesa individuale, gabimi individual i lojtarit.